Gjykata e Durrësit ka lënë në burg pa afat Marian Kodhelin, i cili akuzohet se ka vrarë me thik babain e tij Pjetër Kodheli. Gjatë seancës, prokuroria Matilda Fetau tregoi se dëshmitë e familjarëve faktojnë krimin e rënd të ndodhur brenda familjes. Ditën e ngjarjes, sipas saj, autori ishte brenda në shtëpi dhe pas drekës i ati i kishte kërkuar të ishte më i kujdesshëm në pritjen e njerëzve dhe në sjelljen ndaj tyre. Djali pretendon se është sulmuar nga babai i tij dhe më pas e ka qelluar me thik. Edhe mama e tij ka dëshmuar se Mariani gjatë asaj dite ishte i mërzitur. Ajo vetë kishte parë djalin duke goditur të atin, madje edhe me një shufer hekuri. Por para se të jepej vendimi për masën e sigurisë, Marian Kodheli është shprehur në sallën e gjyqit se nuk është dakord që është person i rrezikshëm. Mua po më sulmonin, nuk e di kush më ka sulmuar. Mund të ketë qenë dikush tjetër që e ka sulmuar. Më vjen shumë keq që jam këtu për një situatë të tillë. Mbase bëjmë një seancë tjetër kur të jem më i qetë. Unë nuk jam njëri agresiv. Jam marrë me punë të ndershme në ndërtim. Avokati e tij kërkoi rehabilitim në një spital psikiatrie pasi i riu sipas saj ka probleme të shëndetit mendor. Akoma nuk është bërë një ekzaminim paraprak. Mariani akoma nuk e kupton veprimet që ai ka kryer, paktën aq sa unë arrit të kuptoj nga gjendja e tij. Akoma s'ka arritur të kuptoj gjendjen, veprimet që kanë ardhur si pasojë e këtij. Po nga ana ime, si avokate, duke parë gjendjen e Marianit, kam kërkuar shtrim i përkohshëm në një institucion mjekësor dhe vlerësoj që është urgjente që atij t'i bëhet një akt ekspertimi nga ekspertët e mjekësisë ligjore. Gjyqtari Xhevdet Lika e vlerësoi të lishëm arrestimin duke e lënë Marian Kodhelin në burg deri në përfundim të hetimeve. Ngjarja e rëndë ndodhi të martën në fshatin Shkallnur të Durrësit pas një grindje në banesën e familjes Kodheli.